Vazhdojnë protestat në Maqedoni, numër simbolik i protestuesve. U përsërit testi shtetëror i maturës për 6 qendra të testimit në Kosovë. Si vjet është shtuar numri i intervenimeve, thonë zjarfiksit. Kompania Alpetrol, me traditë të lavdishme të punës që nga viti 1989, më e mira dhe më e madhja me mbi 50 pika shitëse të derivateve në Kosovë. Prezencë e fuqishme në Ferizaj e rrethim, 5 pika moderne të shitjes në Ferizaj, 1 pik në Han të ri të Shtimës dhe në Konjuh të Lipjanit. Eurodizel, benzin dhe gaz të cilësisë së lartë të furnizuar nga rafinerit më prestigjioze evropiane. Vajra, antifriz dhe artikuj të tjerë me çmime më të lira në vend. Jemi kompani që ju garantojmë cilësi. Alpetrol. Dini Kompani. Dini Kompani, distributori dyerve dhe dritareve nga brendet më të njohura gjermane. Dyert të blinduara me cilësi dhe siguri të lartë, si edhe shitjen e laminatit gjerman. Adresa në Veternik Prishtinë, në Magjistralin Ferizaj Prishtinë, si dhe në Gjilan. Jetë në çdo pikë të ujit. Uji Lubeten. Edhe natën. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, kënaqësia e gatimit. Në ditën e dytë të protestave në Shkup morën pjesë një numër simbolik i qytetarëve të cilët u përqendruan në zonat e banuara kryesisht me shqiptar. Ata për disa minuta kanë gjuajtur me gur selin e BDI-s në Çajir, duke bllokuar njëkohësisht edhe rrugën në zonën e Çajirçanjës, ndërsa te komuna e Çajirit protestuesit u ndalën nga policia. Situata është shqetësuar, ndërkohë që policia ende është prezente në terren. Për protestat e djeshme që rezultuan me dhunë mes qytetarëve dhe policisë, kanë reaguar edhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Ambasada e SBA-ve, delegacioni i Bashkimit Evropian, OSB dhe misioni NATO-s në Shkup bën thirrje për qetësim të situatës dhe përmbajtje nga dhuna, duke theksuar të drejtën qytetare për protestë në mënyrë paqësore, por jo edhe për fshirje në akte destruktive dhe të dhunshme. Ndaj dhunës së ushtruar gjatë protestave kundër dënimeve me burgim të përjetshëm për të akuzuarit e rastit Monstra, ka reaguar Ministria e Jashtme e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës. Përmes një komunikate, Ministria e Jashtme e Shqipërisë u kërkon autoriteteve maqedonase dhe instancave përkatëse gjyqësore që të garantojnë një proces gjyqësor të drejtë, të paanshëm dhe të bazuar mbi prova. Dhuna e ushtruar nuk ndihmon në zbardhjen e çështjes dhe dëmton marrëdhëniet ndëretnike dhe harmoninë midis komuniteteve, ndërsa Ministria e Jashtme e Kosovës u bën thirrje palëve që të shmangin veprimet e dhunshme dhe të tregojnë vetëpërmbajtje e maturi. U përsërit testi shtetëror i maturës në qendrat e testimit numër 8, 13, 22 në Gjilan, atë numër 2 në Skënderaj dhe qendra numër 13 dhe 15 në Lipjan, për të cilat ishte anuluar testi i ditës së parë të mbajtur më 14 qershor. Mbarvajtja e testit të sotëm ishte ideale, kështu deklaroi zëvendës ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Nehat Mustafa. Sipas tij, këtë ka mundësuar numri i vogël i maturantëve në qendrat e testimit, por edhe përkushtimi i madh që kanë pasur zyrtarë të universiteteve publike, pastaj të Ministrisë së Arsimit, por edhe drejtorive komunale të arsimit. I pyetur se çfarë do të bëhet me semimaturantët që kanë mbetur pa u regjistruar në klasën e 10 në Prishtinë, Mustafa tha se kanë kërkuar nga drejtoritë komunale të arsimit që asnjë prej këtyre të fundit të mos mbetet jashtë shkollave, sepse sipas tij ekzistojnë shkolla teknike dhe shkolla të bujqësisë ku mund të regjistrohen këta nxënës.
Mbrëm në mesnat në Mitrovic u baltos shtatorja e heroit Shemsi Ahmeti. Policia e Kosovës ka nisur hetimet për autorët e mundshëm të këtij akti të shëmtuar, ndërsa familjarët e heroit të Kosovës dhe një grup qytetarësh e pastruan shtatore nga Balta. Me këtë rast, ka reaguar edhe kryetari i komunës së Mitrovicës Agim Bahtiri, i cili u shpreh se personi që ka baltosur shtatorën e heroit Ahmeti mund të jetë vetëm ndonjë njeri që nuk ja don të mirën as kombit e as Kosovës dhe kërkoi nga organet e hetuesisë që të ndërmarrin masa të menjëhershme për identifikimin e personit që ka bërë këtë vepër të dënueshme kriminale. Ka ardhur nga Zvicra për të pushuar në vendlindje. Raif Hajrullahu kishte dalë sot në bulevardin e qytetit për t'i parë zhvillimet që ka ndodhur kohët e fundit në Ferizaj, qytetin e lindjes. Ai pret që gjatë qëndrimit këtu të ketë sa më shumë aktivitete për mërgjimtarët. Gjithësisht, nevoja shumë e madhe se bashkëdhëtarët këtë vend e duan edhe për këta jetojnë, po shikoni, na kemi zotin Makollja që po nuk mjafton krejt. Se diçka domon njeriu ku janë në atë komunë që i ndihet, ka që diçka domon sa i vjen përgjegjësia atje kanë herë, po nuk është edhe krejt ajo. Cilat aktivitete do duhej për juve më bëma shumë Ferizaj gjatë kësaj vere? Po, shikeni, tash nuk kena shumë të mëdha, por na kur të vina këtu kemi dëshirë, domethënë në çdo një dokument, të shërbejmë mirë, mos të presim në end, mos të upin domethënë edhe pak a shumë domethënë pushimin e të shkojnë atje të kënaqur. Me ardhjen e mërgjimtarëve, komuna e Ferizajt e shtoi orarin e punës. Edhe pse është ditë pushimi, shërbimi civil punonte deri në orën 12, mirë po, nuk rastisi asnjë qytetar për të rregulluar dokumenta. Drejtori i administratës komunale Naim Ferrati tha se gjendja civile do të punojë me orar më të zgjatur deri në shtator. Sigurisht që është po që javën e kaluar ne kemi bërë një zgjatje të orarit sa i përket punës në gjendje civile që gjatë ditëve të punës nuk punohet më deri në ora 16, po deri në ora 18, ku 2 orë çdo ditë janë shtuar orar pune për shkak të mikpritjes apo edhe shërbimit ndaj mërgjimtarëve, gjithashtu edhe sot në ditën e shtunë prapë do të punohet deri në ora 12 deri në fund të sezonit vizitorëve apo musafirëve që do të jenë në Ferizaj. Por jo vetëm kaq. Për një pritje sa më të mirë, komuna tashmë ka bërë një plan për diasporën. Drejtori i administratës komunale, njëherët edhe zëdhënës i komunës Naim Ferrati, njoftoi se në kuadër të kësaj vere janë planifikuar një varg aktivitetesh kulturore. Drejtoria e Kulturës ka bërë një plan i cili do të jetë plan kulturor, sportiv dhe argëtues për bashkëmërgjimtarët tonë që do të jenë, bashkëdhëtarët tonë që do të jenë në Ferizaj dhe po punojmë që gjatë kësaj kohe se do të kemi pushues në Ferizaj dhe vizitor që të bëjmë edhe disa takime me kryetarin Sfarqa që të diskutojmë për probleme, për mundësitë e përbashkëta të ecjes në komunë, gjithashtu edhe me drejtorinë për zhvillim ekonomik, jemi duke punuar të organizimin një konferencë apo edhe më shumë takime me qëllim të prezantimit të projekteve dhe mundësive që ka komuna e Ferizajt, edhe me qëllim që bashkëpunojmë dhe të shikojmë në mundësinë e kapitalit investues të bashkëdhëtarëve tonë në Ferizaj. Në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurisë dhe Bashkësisë në Ferizaj, kryetari Sfarqa u zotua se do të realizohet një projekt i sigurisë në këtë qytet, ku së shpejti do të vendosen disa kamera në vendet më të frekuentuara. Tash për tash, komuna nuk ka ndonjë evidencë se sa mërgjimtarë qëndrojnë zakonisht në përpushime në Ferizaj, por në bazë të statistikave që ka, numri i ferizajasve që jetojnë në vendet të ndryshme të botës është rreth 48.000 persona. Edhe pse temperaturat si vjet kanë qenë më të ulëta, brigada zjarfikësve në Ferizaj ka pas më shumë intervenime në 6 mujorin e parë të këtij viti, krahasuar me vitin e kaluar. Komandanti i kësaj brigade, Halil Osmani, tha se fal bashkëpunimit të mirë me komunën, edhe si vjet janë angazhuar 26 zjarfikës sezonal. Me që rast është rritur gatishmëria për të përballur me zjarret dhe kërkesat e qytetarëve për intervenime. Pa pranimin e tyne, na nuk do të ishim as suksesshëm dhe nuk kemi pas mundësi të kryjmë punë të cilat kërkohen nga ne. Vera veç për ne, tash veç kanë fillu temperatura të rritën dhe zjarmet veç kanë fillu menjëherë që kërkohen nga ne ndihma dhe fikja e tyre. Ashtu edhe shkojmë edhe në ndeshjet komunikacionit dhe në aksidente, ku intervenojmë për shpëtimin e njerëzve në rrugë
Pra kemi punë mjaft dhe besoj që për këtë vetë kemi mi dollë disi në fond dhe jemi bukur të përgatitur. Kryezjarfikësi Osmani gjithashtu apelon tek qytetarët që të kenë kujdes sepse me gjithë intervenimet pasuria do të dëmtohet. Ai potencoi se qytetarët duhet të mos i dhezin sërnishtat. Është mirë që ti ikin aty në mos dhezin zjarme në për sarishta, sidomos edhe në për piknike në pjesën e nërdimës Gjezirësit, pasi që shkojnë qytetarët të Ferizajt e kemë vetëm në vend ku shkojnë për me pushu, sidomos gjatë vikendëv, është mirë që të kanë kujdes. Gjatë dhezive zjarmit, gjatë pjekjes ushqimit, përgatitjes ushqimit, është mirë që të kanë kujdes se ne kemë këtë pasonit madhe dhe shumë bukur Jezercin, ku shpesh kemë pas të lashët maja me ka 20 hektar, 25 hektar që janë dhez gjatë vitit për shkak mos kujdesisë qytetarit tonë, domethënë që po bani dëm bukur të madh. Për dallim nga viti i kaluar, kur brigada e zjarfikësve në Ferizaj ka pasur 172 intervenime, ajo si vjetë është dashur të ndërhyjë në mbi 190 raste të zjarfikjes, aksidenteve, por edhe në raste të tjera shpëtimi. Klubi Karatës Moderne Kastrioti nga Ferizaj shënoi 36 vjetorin e themelimit. Me këtë rast, në Teatrin Adriana të Ferizajt, u mbaj takimi i të gjitha gjeneratave të këtij klubi nga më të vjetrit në qytet. Emocionet pojnë veten, më rëndësi është që ka ecë mirë dhe mbar, edhe përkundër disa ngecjeve teknike, mirë po prapja rreton qëllimit, që me shënu taman se kemi planifiku 36 vjetorin e klubit Karates Kastrioti. Dhe besoj që shumë shpejt tash kemi fillu veç me punu, do të festojmë 40 vjetorin dhe do të kurorëzojmë një monografi të klubit. Perspektivat janë shumëta, do më thonë, jo vetëm nga aspekti fizik, e shpirtnor dhe mendor, po edhe nga aspekti i mirëqenjes edhe në mënyrë aktive nëse mirët me karate një femër, atëherë në mënyrë automatike është me hapur edhe me mirë për shoqërinë e ardhshme të Kosovës. Për shkak se premton shumë edhe i realizon gjitha ato që i merr përsipër. Klubi Karatës ndau 250 mirënjohje për të gjithë anëtarët e klubit të cilët kontribuan që nga themelimi e gjerë më sot. Mirënjohje veçantë i u nda themeluesit të këtij klubi, Fahri Mahalla, i cili për këtë manifestim enkas kishte ardhur nga Zvicra. Ky ndirim, do të thonë, është shumë i rëndësishëm kur respektohet gjenerata e vjetër. Me respektimin e gjeneratës vjetër motivon gjeneratën e re. E kam një kënaqësi veçantë që më kanë bën këtë respekt, për dhe unë ju kam dhënë një të mirë, do të thotë që kanë sot mirët një numër i madh dhe është madh në sportin e karates, edhe kjo është për të mirën në radhë parë të atyre për shëndetin e tyre, për vetë mbrojtje, por njëherët edhe për mbrojtjen e të tjerëve, po është edhe një interes përgjithshëm të shtetit dhe të kombit. Klubi Karatës Moderne Kastrioti është themeluar në vitin 1978. Aktualisht ka 50 antar, prej të cilëve shumica janë femra. Pionerët e këtij klubi vetëm në këtë vit kanë fituar 57 medalje në gara të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare.